Ajo që konfirmoi prokuroria është që po, situata penale ndaj zonjës Balluku është rënduar së tepërmi krahasuar me masat e para që gjykata ka dhënë ndaj saj, masat cilat në këtë moment të hetimit nuk mbrojnë dot hetimin e paanshëm dhe të plot nga prokuroria. Po citoj atë që prokuroria tha, në momentin që ndaj zonjës Balluku është kërkuar marrja e masave shtrënguese dhe ndaluese në gjykatën e shkallës parë për kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ajo rrezikonte një dënim që shkonte në maksimum deri në 10 vite. Sot që flasim, u shprehën prokurorët, nëse provohen të gjitha akuzat e ngritura nga prokuria, zonja Balluku rrezikon në maksimum një dënim për 35 vitesh. Kjo tregon se jemi në një situatë teje të rënduar sa i takon krimeve të kryera prej saj. Së dyti,